pasi disa herë ju refuzua kërkesa për ta vizituar babain e tij të sëmur, por ish presidenti Hashim Thaçi të njëjtën u pa në Prishtinë. Atij ju lejua ta takojë babain e tij, i cili po qëndron i shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Nga gjykata speciale në Hag u tha se kjo vizitë u lejua për arsye humanitare. Avokati Ardian Bajraktari thot se vendimi i speciales për t'i mundsuar Thaçit vizitën në Kosovë është i vonuar. Sipas tij, refuzimet e mëhershme të gjykatës ishin të pabazuara dhe jo humane. Natyrisht vendimi ka qenë i pritshëm, i duhur, për faktin se ka bazë në rregulloren e procedurës dhe të provave, për faktin se rregulla 56 e kësaj rregullore mundson një gjatë të tillë. Prandaj në bindjen time ka qenë ndonse i vonuar, vendimi i pritur, për faktin se natyrisht që përmbushën këto kritere për t'u mundsuar një vizitë për shkaqe humanitare, për faktin se siç më tash e din opinioni, gjendja shëndetësore e babait të ish-presidentit Thaçi është relativisht e rënduar. Edhe Amer Alia nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë e konsideron të duhur vendimin e gjykatës speciale që Hashim Thaçi t'ia lejoj vizitën tek babai i tij. Këto masat sigurisht janë masat e zakonshme të cilat përdoren tek cili do i akuzuar i cili gjendet në masën e sigurisë, në masën e paraburgimit apo edhe në raste të tjera kur janë të dënuar, gjithmonë ki personel i cili kujdeset që i akuzuarit të mos ketë kontakt me persona të tretë, por vetëm të ketë kontakt për atë person për të cilin është të lejuar që ta viziton. Dhe sigurisht që to masa, që to vetura janë diçka e zakonshme për të cilën ekziston ai protokolli sigurisht në këto raste të caktuara. Në shoqërimin e forcave të shumta të sigurisë, Thaçi doli nga objekti i klinikës interne pas rreth 4 orësh qëndrim. Për ta takuar edhe nga larg, u mblodhën qindra qytetarë në objektin e QKUK-s, të cilët me brohoritje thërresnin emrin e tij dhe të UÇK-s. Hashim Thaçi ndodhet në paraburgim prej nëntorit të vitit 2020.